Mulla Osmani ka dhënë ndërheqje prej Hoxhës me vetë faktin që ka fillu me kandidu në partinë politike. Tash, këtu janë 2-3 rafshe, rafshi parimor, rafshi ligjor, rafshi pragmatik. Parimor pajtona se nuk shkan, në pak a shumë, dhe me thonë, një pres fetar. Farush Rexhepi apo Farush Neziris? Rafshi ligjor apo pajtomi që nuk ka pengesë ligjore nëse ka dhënë ndërheqje nga bashkësia ku i takon, nuk ka. Rafshi pragmatik i konvenon partisë politike sepse ti vetë përmend Mulla Osmani ka qenë pak një lloj influenceri. Po dhe prezent media. Zoti Hoxha, partia e cila angazhohet për një shtet civil, për një shtet... Po tash unë bëj një analizë, të thash, po bëj një analizë, pastaj në aspektin pragmatik është Pidrenicës mendon që mundet mi marrë vota. Po parimet me Zoti Hoxha. Po tregova te parimi fola e parë, si jam kuptova. Po thash, jo parimore. Tash jo parimore. Na ka